Përsëri Rama në Athinë. Është vizita e 4 e kryeministit shqiptar. Çfarë tregon kjo? Padyshim që është një interes i shtuar dhe kjo nuk diskutohet, pra nuk ka nevojë për interpretim, por atë që mund të themi që të mësojmë është fakti që përtej atij takimi historik të majit të kaluar në Athinë, që vërtet ishte një takim që do bënë histori, me një fjalim brillant, të paktën për ne si diasporë e Greqisë, dhe më pas takimi i Selenit që ishte ajo një takim edhe pse me një ngjyrë politike, por prapë kishte dinamikën e saj, takimet e tjera si prezantimi i panajirit të punës që ishte një risi për ne, pra diçka ndryshe. Dhe takimin e dyta, pra këto të fundit që është 29 marsi në Kret, dhe aty është një takim historik, por është takim politik, pra me diasporën shqiptare, dhe takimi i datës 30, një ditë më pas, po në Athinë përsëri me bashkëtarët tanë këtu, në kontekstin e fushatës, pra është një interes i shtuar nga Partia Socialiste, sepse këto takime janë politikë të fundit, por gjithsesi duhen parë pozitivisht dhe ne kështu i shikojmë vlerësojmë, aq më tepër kur zhvillohej nga kryeministri i Shqipërisë. Nëse mund të shtoja dhe mendoj që është shumë e rëndësishme fakti që këto takime, këto vizite do të kalojnë kontekstin politik, do të thotë qasje dhe raporte të drejtë për drejta transparente dhe të ndërgjegjshme me faktorin e diasporës shqiptare, që është një faktor i fuqishëm, i rëndësishëm tashmë, pasi ka kaluar në kontekstin e një faktori domethënës në shoqërinë greke, për të qenë një plus, një ndihmëse madhe për shtetin shqiptar dhe për shtetin grek, për përmirësimin e raporteve me dy shtete, sepse nëse Greqia ka minoritetin grek në Shqipëri si mjetin e saj dhe kartën e saj më të fuqishme në raport me Shqipërinë për integrim bashkëkombëtar evropian, Shqipëria nuk ka tjetër veçse interpretimi historik, pak më tepër më domethënë është diaspora shqiptare, që është një kontingjent prej 670.000 bashkëtarë që jetojnë në Greqi. Mund të pak më parë për këtë diasporën. Ju si përfaqësues diasporës, si shikoni këtë takim? Nga diasporës. Ne, siç e thamë, e mirëpresim, e vlerësojmë, sigurisht e përshëndesim takim, por nuk mjafton. Siç e thash, ne si diasporë, duke qenë një faktor, duke qenë një organizëm i cili plotëson të gjitha kushtet shumë më tepër nga çka nderim sot, sepse diaspora nuk është thjesht një institucion social i cili përfaqëson të gjithë diasporën shqiptare, por institucion i cili përbëhet nga element, nga figura dhe nga specialistë ndryshëm të fusha të ndryshme që fillojnë nga drejtat e njerëzit, nga çështjet e legalizimit, drejtimit të ligjërimeve, apo specialistë që janë kontabilist, jurist, profesion të ndryshme të cilat janë figura të shquara që i kontribuojnë diasporës, i japin Greqisë. Është momenti që shteti shqiptar të kthejë këtë vëmendje tek ne, qoftë me anë të ambasadës që ka një rol kryesor dhe është organi më kompetent dhe më i përshtatshëm për të krijuar këtë lidhje midis këtyre grupeve, pra shteti shqiptar dhe diasporës, nga tjetër dhe shteti shqiptar duhet të kalojë kontekstin politik dhe ta shikojë gjën si në Shqip më drejt për drejt, më ndërhapur, me qëllim që më në fund mos jemi thjesht edhe një herë një ark votash ku gjithsecili vjen e shikon si depozit votash, trek një votë dhe largohet. Mundi faleminderit.